Kemi pasur komunikim dhe jemi takuar me Dajsinanin, me Muçin, me Manaj dhe Gripshin, të cilët kanë qenë edhe këtu, na kanë vizituar dhe kanë bërë vlerësime të duhura edhe në klinikën tonë, kështu që sigurisht është e rëndësishme edhe të punohet në këtë aspekt edhe për të arritur edhe për të marrë maksimumin nga këta lojtarë, sepse sigurisht do të jenë dy ndeshje shumë të rëndësishme. Përshëndetje mister, Gentiana Linani, Televizioni Klan. Pak ditë pasi ju zyrtarizuat si trajneri kombëtar, zhvilluam një bisedë me Edgar Çanin, ish lojtarin tuaj tek Catania dhe kombëtaren shqiptare, i cili tha se me Maranin sulmuesit shënojnë shumë dhe Armando Broja do të bëj atë hapin cilësor në këtë aventurë. Çfarë mendoni ju? Dopo che tu hai fatto la conferenza ufficiale che sei diventato l'allenatore della nazionale albanese, abbiamo avuto una conversazione con l'attaccante Edgar Çani, che voi conosce bene, e lui ha detto che con il mister Maran i attaccanti normalmente segnano tanto, così sarà un momento anche forse per Armando Broja per provare anche se stesso in questo caso. Mi fa piacere che così lo saluto, non ho ancora avuto la possibilità di salutare Çani. Mi fa piacere abbia detto questo. È vero che quasi sempre gli attaccanti con me hanno raggiunto il massimo delle realizzazioni, hanno il record di gol nelle loro stagioni. Questo significa che la squadra costruisce sempre molto per poter far sì che si realizzi, che l'attaccante possa fare molti gol. Se fa molti gol vuol dire che i risultati probabilmente è più facile che siano favorevoli, e per cui questo è un buon segno. E io credo che questo possa aiutare Broja, ma possa aiutare anche gli altri attaccanti. Credo una nazionale non ha bisogno di più giocatori perché si gioca in più fasi, perché si giocano partite ravvicinate. E io spero, sono convinto che quello che faremo, il lavoro che porteremo in campo aiuterà i nostri attaccanti a diventare più prolifici e riuscire a fare tanti gol che servono a questa nazionale che ne ha bisogno di gol. Jam I lumtur, jam I kënaqur për atë që ka thënë, në fakt dhe gjej rastin dhe për të përshëndetur Edgar Çanin. Është e vërtetë, në fakt gjatë punës time ka rastisur gjithmonë që lojtarët kanë arritur të shënojnë një rekord golash për gjatë sezonit, dhe sigurisht që kur skuadra ndërton shumë do të thotë që edhe ndihmon dhe sulmin që të shënojnë. Në këtë rast sigurisht nëse arrin të shënosh dhe rezultatet mund të jenë më të favorshme, dhe kjo është një shenjë e mirë për skuadrën. Kjo gjë mund ndihmoj Armando Brojen, por mund ndihmoj edhe lojtarët e tjerë dhe sulmuesit e tjerë. Sigurisht sepse në një kombëtare sa më shumë të punohet në grupe dhe të arrihet të ketë rezultate edhe nëpërmjet golave, është diçka që dhe unë jam I bindur fakt që me punën që ne do të bëjmë në fushë do të ndihmojmë sulmuesit, por edhe në përgjithësi gjithë skuadrën që të arrijë goli, dhe sigurisht që pas golit vinë edhe rezultatet.